media, të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, ashtu siç edhe theksuam në nisje të seancës konstituive sot për legjislaturën e 11, duam të japim shans vazhdimit të diskutimeve dhe arritjes së një marrëveshje politike apo konsenzusi për çështjen e presidentit apo presidentes së re. Çfarë do konstituimi i kuvendit pa marrëveshje për çështjen e presidentit, praktikisht do të ishte parapërgatitje për shpërndarjen e kuvendit. Në këtë mënyrë, dhënia e mundësisë për dialog politik, për të arritur marrëveshje, është e vetmja mënyrë dhe zgjidhja e duhur për konstituimin e plotë të institucioneve tona, ashtu siç e do rendi dhe ashtu siç kanë votuar qytetarët në zgjedhjet e lira e demokratike, ndonse të parakohshme, të panevojshme të 7 qershorit. Ne që nga certifikimi i rezultateve, pa humbur kohë, kemi dashur që të japim shans diskutimeve, ashtu siç patën kërkuar partitë opozitare pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Por, fatkeqësisht, për shkak të dinamikave dhe zhvillimeve të brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës, diskutimi u suspendua dhe takimin e radhës e patëm tek pardje që nuk ishte kohë e mjaftueshme për të arritur një dakordim politik. Me këtë rast, duhet theksuar që përballë kësaj situate, e cila ka përvojë e trashëgimi, konsideroj që është e nevojshme të japet shansi vazhdimit të diskutimeve para se të lëvizim me konstituimin e kuvendit, gjë që do të mund ta vështirësonte mandej marrëveshjen potenciale dhe evitimin e zgjedhjeve të radhës. Prandaj na duhet të marrim kohë shtesë për diskutime dhe vetëm atëherë kur ta kemi arritur dakordimin për çështjen e presidentit të procedojmë me konstituimin e institucioneve të tjera. Herën e kaluar e pam se pa e zgjidhur çështjen e presidentit, kot e konstituojmë kuvendin apo e votojmë, e formojmë qeverinë, sepse vendi u desh të shkonte në zgjedhje. 3 palë zgjedhje për 16 muaj. 9 shkurt 2025, 28 dhjetor 2025 dhe 7 qershor 2026. Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, është e nevojshme të kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive, pra kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë. Më lejoni që edhe një herë t'i uroj të gjithë 120 deputetët, nuk mungoj asnjëri sot, t'ua uroj dhënien e betimit dhe zgjedhjen deputet të kuvendit të Republikës të legjislaturës së 11. Ju dëshiroj gjithë të mirat secilit prej tyre dhe punë të mbarë e suksese në një legjislaturë e cila nuk do të duhej të ndërpritej për disa javë me shkuarje në zgjedhje të reja, me që nuk arritëm përsëri ta zgjedhim presidentin e na u desh ta shpërndajmë kuvendin. E falenderoj në veçanti për një takim që kemi pasur kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën dhe kryetarin e LDK-s për 3 takime gjithsej Lumir Abdigjikun, për konstruktivitetin, për atmosferën në takime ku kemi ndarë bashk sfidat që i ka shteti ynë përpara dhe uroj që ky lloj komunikimi e bashkëpunimi të vazhdoj edhe më tej. Natyrisht që
jam interesuar të vazhdoj diskutimin për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe një herë i bëj thirrje kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëria Ardian Gjini, kryetari Gjakovës, së voni tash edhe kryetari AK-s, por edhe kryetarit të PDK-s, Bedri Hamza, i cili dikur, siç e dini, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore, ka qenë ministri i financave në qeveri, ka qenë kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, njëri me përvojë profesionale e institucionale, që të takohemi, që të bisedojmë, sepse nëse kryetari i kuvendit i takon subjektit fitues që është lëvizja vetëvendosje, dhe nëse qeverinë e formon mazhoranca që jemi ne, me 62 deputet, për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar, pra këto dyja, nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit, që në rast dështimi na çon zgjedhje të reja, është përgjegjësi edhe e PDK-s edhe AK-s. Pra, konstituimi i institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit, na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm. Faleminderit edhe një herë të gjithëve, e tash do të mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. Burim Zariqi, Radio Televizioni Sënia. E para, ndërprerja e kësaj seance i bie që ju po kalkuloni në një marrëveshje të mundshme edhe çështje kryeparlamentare, a qëndron oferta se ju i keni kërkuar LDK-s t'ja japni postin e kryeparlamentarit, ndërsa juve si vetëvendosje t'ju takoj kryeministria dhe presidenti, dhe si përgjigjeni kritikave të PDK-s dhe AK-s, të cilët thonë që po silleni në mënyrë të papërgjegjshme në këtë rast kur përfundon afati kushtetues dhe i keni votat dhe s'po e konstituoni kuvend. Së pari, edhe udhëheqësit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe deputet të tjerë të LDK-s, kanë deklaruar që duhet të merremi vesh për të gjitha. Edhe publikisht tek ju, në për emisionet apo prononcimet tek ju, kanë thënë që duhet merremi vesh për të gjitha. Dhe ju e mbani mend që në pranverën e këtij viti më patën kritikuar mua që e zgjodhëm kryetarin e kryesinë e kuvendit, e zgjodhëm qeverinë pa u takuar me ta. Ne kemi reflektuar dhe kemi vepruar ndryshe kësaj radhe. Pra kësaj radhe asnjë institucion nuk po e konstituojmë pa u takuar. Siç ka qenë kritika e tyre, ne jemi duke vepruar. Arsyeja pse kemi qenë me nguti në fillim të këtij viti është çështja e buxhetit të Kosovës. Buxheti për vitin 2026 kërkonte që të jemi shumë më efikas dhe ekspeditiv, dhe këtë e bëm. Por unë i kam mbajtur shënim të gjitha kritikat që na i kanë dhënë gjatë këtij viti. Dhe tash, natyrisht, që po i përfilli ato. Edhe më tej, iniciativat për çdo takim jam duke i marrë unë. Unë dua bashkëpunim, prandaj marr iniciativa, prandaj komunikojmë, veçse unë mund të kem lajme të reja për juve atëherë kur do të kemi marrëveshje. Aktualisht, takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk janë më lajme. Lajm do të ishte marrëveshja. Por më duhet ta pranoj që takimet me PDK-n e me AK-n do të ishin lajm. Dhe unë uroj që të kemi lajme të tilla sepse ato janë të mira. Ne jemi në komunikime të drejtë për drejta me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra me kryetarin Lumir Abdigjikun s'kam ndërmjetësues. Sa më herët që mundemi të ecim përpara, aq më mirë. Por duhet ta kuptoni që nuk janë gjëra të thjeshta këto, dhe nga përvoja e këtyre 16 muajve duhet të lëvizim jo çdo gur, por çdo guralec që të evitojmë zgjedhjet e reja. Serioziteti dhe përgjegjësia institucionale dhe politike sot e ka veçse një përkufizim, evitimi edhe i një palë zgjedhjeve të panevojshme e të parësyshme. Unë vazhdoj të jem kryeministër në detyrë dhe do të respektoj në plotni dhe përpikri kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë, përfshirë këtu edhe ligjin mbi qeverin.
Do t'i them aleanca tash e tutje, shpresoj që herën e ardhshme nuk do të më pyetni çfarë aleance, sepse ne fjalën aleance kemi vazhdimisht në fjalorin ton politik për shkak të aleatëve tonë ndërkombëtar, për shkak të aleancës veriatlantike e kështu me radhë. Po unë nuk besoj që aleanca nuk është për ardhmëri dhe nuk është për Kosovë. Por unë mbi të gjitha nuk mendoj që kjo është thelbësore. Thelbësore është që kryetari i aleancës, zotëri Ardian Gjini, kryetar i aleancës, të takohet me mua si kryeministër në detyrë dhe kryetar i lëvizjes vetëvendosje, e cila natyrisht nuk e kanë ruajtur. Pra, thelbësore është që të komunikojmë. Ju e dini shumë mirë që politikanët në Kosovë, edhe me politikanë vendor, edhe ndërkombëtar, po thuaj se takohen secili me secili. Cili është kuptimi që t'ja duam të mirën Kosovës dhe të punojmë për ardhmëri, nëse refuzon edhe takimin me kryeministrin në detyrë. Ndërkaq që po e ritheksoj, ashtu që vlen për mua si kryeministër në detyrë, njësoj edhe ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Albulina Haxhiu do ta respektoj në plotëni e përpikri kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë. Nuk kemi president, nuk kemi presidente, por kemi ushtruese të detyrës së presidentes, e kjo është zonja Albulina Haxhiu, dhe ajo do të vazhdojë të jetë e tillë, tamam siç e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Po? Si është sentimi i detyrës që ata kërkojnë vetëm presidencën dhe sentin të diskutuar për fishor programit. Direkt kanë thënë se është ndërtyrë. Nëse konkurri për president, çka do të bëjë? Unë besoj që secila pozitë është e rëndësishme, ndonë se nuk janë të njëjta për nga përgjegjësia, ato janë të rëndësishme dhe janë të vlefshme. Ju e dini që në vitin 2025, muaj të tërë jemi vonuar për zgjedhjen pikërisht të kryeparlamentarës. Për muaj të tërë nuk ka pas dakordim për kryetarin, përkatësisht kryetarin e kuvendit, dhe e mbani mend se si zonja Albulina Haxhiu, ushtruesja e detyrës presidentes, 57 vota merrte që ishte e pamjaftueshme. Pra, vitin e kaluar, kryeparlamentari ka qenë shumë i rëndësishëm. Unë nuk mendoj që pozitat institucionale varen më shumë nga viti, ose stina e vitit, ose muaji i vitit, se sa nga ajo që është shkruar në pushtetut edhe në ligj. Prandaj për mua të gjitha pozitat janë të rëndësishme, janë të vlefshme, ndoshta se janë të njëjta, edhe kryeparlamentar, edhe kryeministër, edhe president. Dhe unë dua që të diskutoj që të gjitha këto me ta. Lëvizja vetëvendosje në pranverë si vjet e ka bërë një koncesion të madh. E ka tërhequr Glaukën Njufsën dhe Fatmire Mulihaxha Kolçakun nga kandidatura për president. Ne jemi subjekti më i madh politik. Dhe ne nuk e kemi pasur kandidatin ton, sepse kemi tërhequr. Ju tham, e mbani mend, opozitës, na i propozoni 3 emra, ne jo a bëm edhe në nënshkrimet për aplikim, edhe votat për zgjedhje, nuk ndodhi. Pastaj e sollëm emrin e një lidere të shoqërisë civile, doktoreshën Feride Rushiti, e refuzuan edhe atë. Pra, ne kemi bërë koncesionin e madh si lëvizje vetëvendosje. Ne kemi thënë nuk konsiderojmë që presidenti ose presidentja i takon lëvizjes vetëvendosje. Pra, presidenti ose presidentja nuk i takon një partije. E nëse do t'i takon të një partije, duhet parë numrat. E ju e dini që lëvizja vetëvendosje është 6 deputet më shumë se 3 parti tjera opozitare marrës bashku. Jemi 53 me 47. Pra ne kemi bërë koncesionin e madh, e kemi tërheq Glaukun. Për marrëveshje nuk mund të ecim përpara pa koncesion. Nuk mund të ecim pa mirëkuptim, nuk mund të ecim pa kompromis. Ne duhet jemi të pa kompromis në integritet territorial, në sovranitet shtetëror, në siguri, në të drejtat e njerëzit, në Republikën e Kosovës, në progresin e kombit ton në përgjithësi. Por me njëri tjetrin duhet të bëjmë koncesione dhe kompromise. Pikrisht që të mos bëjmë për Republikën, pikrisht që ta respektojmë interesin publik dhe
shtetin e pavarur, sovran e demokratik të Kosovës. Prandaj edhe një herë po e theksoj, ne e kemi bërë koncesionin e madh, Lidha Demokratike e Kosovës ka kërkuar prej neve që të diskutojmë që të gjitha, prandaj që të evitojmë zgjedhjet e reja, duhet të japim shans diskutimeve politike për marrëveshje politike, për president ose presidente, shprehje unitetit të popullit, figurë konsensuale me karakter të mirënjohur, me vlera e kontribute për shoqërinë, profesionin përkatës dhe për Kosovën tonë të dashur. Faleminderit.